Ministri grek i financave Yanis Stournaras thotë se e keqja është e gjatë për vendin e tij. Nuk është patjetër një dritës e shpresë drita në fund të tunelit, tha Stournaras për BBC-n. Ndërsa reformat u nxituan përmes një pakete masive shtrënguese që kaloi vitin e kaluar, Greqia siguroi pjesë të madhe të parave nga kreditorët ndërkombëtar. Mundësia e Greqisë për të lënë euron tani është shumë e vogël, thot Stournaras. Ne kemi arritur të kthehemi me këmbë në tokë. Nga tregjet ka optimizëm, depozitat po kthehen në banka, qeveria paguan borxhet e saj në sektorin privat dhe ka një ndryshim në mënyrën se si Europa na sheh. Pra, të gjithë treguesit kryesor janë pozitiv. Ne jemi në 2/3 e rrugës drejt objektivit ton, kështu që njerëzit mund të kenë shpresë, theksoi ministri. Megjithatë, papunësia në Greqi tani është më e lartë se në Europë, e cila arrin në 26.8%, ndërsa recensioni mundon vendin për vitin e 6 të rresht. Por ministri i financave greke thotë se së keqes po i vjen fundi. Drejt tremujorit të fundit të vitit 2013 ne do të kemi rimëkëmbjen, tha Stournaras. Unë ndihemi sigurt 100% i sigurt se ky do të jetë viti i fundit i recensionit për Greqinë. Ndërkohë, Greqia ka për detyrë të vështirë reduktimin e borxhit të saj deri në një nivel të qëndrueshëm.